Vazhdoni njëjtin skenar, jemi duke ndjekur pamjet e drejt për drejt të transmetuar në Euronews Albania, teksa protestuesit kërkojnë të kalojnë më tej. Bulevardi është i yni, e drejta është e jona për të protestuar, hapni rrugën. Kjo është thirrja drejtuar drejt policisë, teksa vazhdojnë dhe shtyjnë në drejtim të tyre. Ka një agravim të situatës. Shohim që vazhdojnë tentativat e demokratëve. Teksa dhe policia po ashtu përgjigjet po njësoj, duke mos i lejuar. Ka një tensionim të situatës. Nuk është e qartë se çfarë ndodhi, pati një komunikim mes protestuesve dhe policisë, çka bëri që këtë përplasje. U vuri që u hodh në fakt një polic kishte një spraj në dorë, nuk e kuptoi shumë qartë se çfarë ishte. Teksa po hidhet edhe gaz lotësjellës në këto momente për t'i mbrapsur protestuesit. I bëj thirrje kolegëve të mi po ashtu të qëndrojnë në një zonë të sigurt. Ujë dhe gaz lotësjellës, me sa po kuptoj, po hidhet në drejtim të protestuesve pas këtij incidenti që ndodhi mes policisë edhe protestuesve. Teksa në një moment situata u bë edhe më e agravuar, pati një konflikt fizik. Një përplasje fizike. Situata është neutralizuar me sa po shohim në këto momente që flasim, vazhdojnë thirrjet dhe protestuesit të cilët qëndrojnë aty. Është qetësuar situata nga ajo çfarë ndoqe pak sekonda më përpara. Rezerta, ndërkohë që po ndjekim këto pamje, më japësh një koment të shkurtër se mund ketë zhvillime nga momenti në moment, derisa qetësohet, besoj, edhe për pak minuta protesta, po të përfundojë zyrtarisht. Po, nëse kuptoj, tensionet ka lindur në fakt është policia ka përshkruar. Po. Dhe më merr mendje që ka të bëjë me planit opozitës, që kanë patur fillimisht një plan tjetër, por nga ana tjetër protestat kanë detyrim njoftohen, nuk kanë për detyrim të marrë. Ka një vendim gjykatës kushtetuese në këtë gjë. Duhet ta bllokonin, duhet që policia ta bllokonte. Nëse Rezerta Causha e di që plani i opozitës është bëj marshim, policia e di që plani i opozitës është bëj këtë marshim. Dhe nuk ka ndonjë modalitet që parashikon ligji se si duhet bërë njoftimi. Kështu që opozita është në drejtën e vet të thërrë sa protestat doj, dhe ta bëj protestën, dhe ta ndryshoj planin deri në momentin që e mban protestën, për sa kohë ajo e ka njoftuar. Dhe opozita e ka njoftuar, kështu që në këtë pikë unë do t'i jap të drejtë protestuesve. Dhe tani ka një tensionim situatës. Situatat e tensionuara që lindin aty janë edhe normale. Me sa kuptoj, edhe me këtë që the Rezerta po ashtu, në fakt ka një po hidhet ujë dhe gaz lotësjellës dhe është shpërndar. E shohim që një pjesë e sheshit apo e bulevardit më saktë është zmbrapsur. Policia dhe protestuesit tashmë kanë një distancë të konsiderueshme mes njëri tjetrit. Kanë arritur t'i shpërndajnë. Shohim, nuk e kush është afruar, është zoti Noka që vazhdon të qëndrojë aty, kësaj herë i vetëm, i shoqëruar nga një tjetër protestues. Zoti Noka përballë protestuesve, policëve në fakt, teksa ju bën thirrje protestuesve, ju thot afrohuni. Zoti Hasimja, çfarë duhet bëjnë protestuesit? Duhet afrohen, si duhet vazhdoj kjo situatë? Çfarë plani ka, po duket e parësyeshme që të bllokohet kalimi i tyre aty. Se kemi pas një shembull më parshëm që ka pas probleme, janë njerëz e qytetarë kanë drejt kalojnë aty, aq më tepër që kanë edhe një
Njoftim. mesazh politik për të dhënë, kështu që se nuk po shoh që po dalin aty me armë dhe po djegin, po gjuajnë njerëzit. Kështu që gjëja më normale në botë është që qarkullojnë lirshëm. Pse mendoni që është vendosur ky skenar nga ana e policisë, sepse është pak më ndryshe se sa skenarit edhe reagimi i policisë teksa të bllokojë zonën e bulevardit? Si mendon ti pse? Se unë si gjej dot një arsye, na thuaj dhe ti mendimin tënd, lutem. Po Greta, vetë mua. je e ftuar sot në emisionin tim, na thuaj dhe ti mendimin tënd. Çfarë mendon ti për këtë çështje? Do si shpjegohet që policia po gjuan me ujë për shembull nga 30 metra larg, ndërkohë që s'ka një arsye për gjuhë me ujë dhe po bllokojnë bulevardin. Kolegu im pak më përpara, teksa unë i bëra një pyetje, tha që kishin po afroheshin drejt një zone e cila duhej mbrojtur, pra zona e Ministrisë së Brendshme, ndaj policia reagoi në këtë mënyrë. Kush e ka sulmuar Tashmë që Ministrinë e është Brendshme? afruar më tej, këtë nuk e di. Kush e ka sulmuar Ministrinë e Brendshme? Pastaj janë sulmuar, çfarë do bëjnë? Do pushtojnë Ministrinë e Brendshme? Do ngrejnë flamurin e PD-s aty dhe fituam? Do vendosin një garnizon me militant PD-s brenda Ministrisë së Brendshme? Këto janë te perimetri i ministrisë. Isha mirë si gazetarëve. Ishte një bërë një raportim, analizë të mirë duhet them, por ja po ndikim në fakt pamjet, teksa zoti Hasimi në fakt po na tregonte edhe mendimin e tij mbi situatën në fjalë dhe një analizë mbi të, sigurisht po ndiqnim edhe disa momente, kësa po hidheshin edhe lëndë plasëse. Është një situatë sigurisht e cilën ne do ndalemi për ta komentuar. Unë e kuptova që ju e kishit në formë edhe autoironie pyetjen tuaj drejtuar me se ne dëgjuam fakt. S'ishte autoironie, ishte ironi pa auto. Pa auto fare. Po nga që pyetjen e drejtova unë, kështu që prandaj e kisha në këtë sens. Teksa dëgjuam në fakt dhe kolegun tim Ardit Hoxha, i cili na shpjegoi se pse është justifikuar ky veprim. Ndërkohë, para se shkoj edhe te zoti Kume për të marrë një mendim, shohim që vazhdon situata në fakt të jetë e agravuar. Jemi duke ndjekur policin e cila vazhdon të qëndroj në rresht, hidhet ujë në drejtim të protestuesve, tashmë ka një distancë të konsiderueshme mes protestuesve dhe policisë. Situata është agravuar, jemi duke dëgjuar thirrjet e protestuesve, ndërkohë që distanca vazhdon të jetë e madhe mes tyre, distanca fizike e kam fjalën. Kanë arritur të shpërndajnë protestuesit.